Mirdita vlezër, motra, Zotit ju bekoj. Ja ku jemi dhe sot, tu bashkë me takimet e radhës, si gjithmonë. Edhe lavdi Zotit, si gjithmonë që na jep mundësinë. Ne vazhdojmë pra me këto mesazhet, folëm rast tjetër për mesazhet që kaluam pra, me fol shumë mesazhe. Sot kemi këto mesazhet, si mu themi, singulare, nuk kemi ma me pjesë, me seri. Edhe kështu që lavdi Perëndis që na jep mundësinë, sot do flasim atë që ne si besimtar na përket. Duhet të zgjohemi pak nga kjo pikpamje, edhe të dimë çfarë na përket neve si besimtar. Se harrojmë nga herë, i lexojmë ose i dëgjojmë, i dim, po nuk e akoma duhet të shkundemi pak që t'i bëjmë tona dhe të gjëra. Të dim që më të vërtet janë tona dhe t'i marrim, jo thjesht t'i dim, mirë, okay, se Zoti më dash Zoti, po Zoti do gjithmonë, mos harrojmë, po problemi është se jemi ne nga herë që na ka zonë gjumi dhe duhet zgjohemi të dim se çfarë kemi dhe t'i marrim ato që janë tona. Amen. Okej. Bëjmë lutje edhe fillojmë të mesazhin e radhës. Haleluja. Atë Perëndi si gjithmonë vim këty sepse ti je burimi o Zot i gjithçkaje që ne kemi nevojë. Është kohë që të gjejmë gjërat, ne edhe mund t'i gjejmë gjërat, po jemi me siguri do t'i humbasim. Por kur të gjejmë ty, Zoti Jezus, me ty vinë dhe gjërat që kemi nevojë. Dhe si humbasim më kur. Bëhen tonat për jetë. Perëndi, të falenderojmë. Kemi nevojë, Zot, me të vërtetë të dim çfarë na përket, o Zoti i Madh. Çfarë ti ke premtuar që fjala jote, Zot. Ti ke premtuar gjithçka. Po shikojmë që jo të gjithë ne po i marrim. Zot, na zgjo pak nga gjumi, na shkund pak, o Zot, të dim që më të vërtet shumë gjëra që na përkasin dhe t'i marrim, o Perëndi. Ne të falenderojmë mbi të gjithë ty, sepse ne të duam për atë që ti je. Ne vim këtë ty, Zot, për gjithçka që tashmë ti e ke bërë, Perëndi. Kjo është që është dhe ma prioritet, që është në plan parë, që ne të hecim me ty, të kërkojmë fytyrën tënde, praninë tënde, të vëmë plan parë, drejtësinë dhe mbretërinë tënde, e gjithçka do na shtrohet fjala jote. Falenderojmë Zot Jezus. Vim këty, trokasim këty, Zot, sepse ti je gjithçka që ne kemi nevojë. Falenderoj për këtë ditë, për këtë mundësi që na jep, që të jemi këtu bashkë me këtë harmoni. Perëndi, të falenderojmë o Zot që na udhëheq, që na shoqëron në këto mesazhe. Një vajosje kam nevojë, Zot, që ti të vish e të më vajosësh edhe sot në këtë ditë, bëj që fryma jote, Perëndi, fuqishëm të manifestohet në një frymë vajosje, Zot. Një frymë mësimi, Zot, të më mësosh. Kam nevojë, Zot, gjithmonë për ty. Zot, bëj që ky mesazh të shoqërohet si gjithmonë, Perëndi, me një prekje, me një shenjë, me një çudi, me një mrekulli nga ana jote. Beko vëllezërit, motrat, kudo që t'jenë, në emër të Krishtit Jezus, o Zot, dhe të falenderoj, Zot, për çdo gjë, Perëndi. Për çdo mundësi agjerimi, lutje, bashkësi, ujdi, mund të falenderoj nga zemra për njerëzit që më ke vënë pranë, Perëndi, e për gjithçka. Në emër të Krishtit Jezus, që beku qoftë gjithë në vetë. Amen. Aleluja. Okej. Lavdi Perëndis, pra sot flasim për këtë mesazh 3, i përkasin besimtarëve. Duhet dim pra çfarë na përket ne besimtarëve dhe nëse e zbulojmë që kjo na përket, ta marrim atë. Dhe nëse nuk po vjen, të shikojmë pse nuk po vjen, ku është problemi. Pra, siç e dimë herë, për gjithë ata që lexojnë Biblën, dëshira më e madhe e frymës së shenjtë është që të marr atë që është e Perëndis, pra atë që i përket Perëndis, dhe të na japi neve besimtarëve. Në fakt ke Ungjilli i Gjonit, Jezusi tha që fryma e shenjtë na zbulon, pra na zbulon atë që na përket. Dhe më shumë na jep atë që na përket. Aleluja. Okej.
lexojmë një varg ke 1 Korintasve, kapitulli 3, vargu 21, dhe Bibla thot: Prandaj, asnjë të mos mburret në njerëzit, sepse të gjitha gjërat janë tuaja. Të gjitha gjërat janë tuaja. Këtu lexojmë pra që çdo gjë është e jona, por ka shumë të krishterë që kërkojnë një pjesë të vogël të asaj që i përket. Por dëshira më e madhe e frymës së shenjtë është që ne të përjetojmë ose të eksperimentojmë çdo gjë që na përket, çdo gjë që është e jona. Prandaj, të dashur vëllezër, motra, Perëndia jon është një Perëndi i madh. Është aq i madh sa çdo gjë që përjetojmë ne, pra, që ne kemi bërë, është më i madh se çdo gjë që ne njohim. Është më i madh se çdo gjë që kemi përjetuar. Është më i madh që ne njohim. Pa gjëno tani. Me që jemi këtu ke 1 Korintas, po shkojmë ke 1 Korintas kapitulli 12. 1 Korintas 12 vargu 3 thot: Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në frymën e shenjtë nuk thot mallkuar qoftë Jezusi. Dhe asnjë nuk mund të thot Jezusi është Zot veçse në frymën e shenjtë. Aleluja. Pra këtu shikojmë që fryma e shenjtë kërkon pra të na japi fuqinë, çfarë fuqie? Fuqinë e njohurisë dhe të aftësisë së Perëndisë. Pra gjë e parë, kërkon të na japi njohurinë e zotrimit të Jezusit. Gjithçka që zotron Jezusi. Dhe kjo do thotë që në momentin që ne njohim këtë që zotron pra, ose që e sundon pra, që është e Krishtit, çdo lidhje në jetën tonë, çdo zinxhir e armikut në jetën tonë coptohet. Abrahami e njohu gjithçka pra zotrin e Zotit vet, zotrimin që Zoti vet e mbante, kishte. Pra kur e njohu Perëndin si Zotin e vet, Abrahami, si rrjedhoi e kësaj, Isaku i lindi dhe si përfundim, siç e dim, u bë madje patriarku i gjithë njerëzimit, i gjithë njerëzve. Pra asnjëri në fakt që thret Jezusin Zot nuk mund të rri skllav i armikut. Asnjëri që e thret Jezusin Zot nuk mund të rri skllav i djallit. Dhe në qoftë se ky njeri, në qoftë se ky besimtar është skllav akoma, do të thotë që ka për Zot dikë tjetër. Kushdo që e quaj vetëm besimtar, nuk e di çfarë besimit vjen, i kujt besimi i përket, po sa do të jetë, si do të jetë, në qoftë se ai e quajnë vetëm një besimtar, por është i lidhur, atëherë do parë se kujt Zoti i shërben, sepse kushdo që thret Jezusi Zot nuk mund të rri skllav i djallit. Dhe në qoftë se ai është akoma skllav, do të thotë që ka për Zot dikë tjetër dhe jo Jezusin. Mjaft. Kaq, ma liç që mos ka. Pra në qoftë se kemi njohur atë humnerën e skllavërisë, okay? Në qoftë se deri tani ke qenë nën humnerën e skllavërisë, tani erdhi ora të njihni atë thellësitë e lirisë. Deri tani keni njohur humnerët e skllavërisë, deri tani keni njohur ato të thellat e këtyre lidhjeve e këtë djalli, tani është ora që ne të njohim të thellat e lirisë. Çfarë lirie kemi në Krisht? Amen. Pra është ora që të lirohemi. Dikur kemi njohur ndoshta egërsinë e djallit. Okay? Po tani erdhi ora të njihni bekimet që Jezusi ka për ju e për mua. Keni njohur mundimin deri tani. Tani erdhi ora të njihni paqen. Pra, imagjino këtë. Po të kërkosh Perëndin me të njëjtën ndjeshmëri, me të njëjtën zell, o pasion, kur e kërkoje dikur drogën, po të kërkosh Perëndin
me të njëjtën ndjeshmëri që kërkoi alkoolin dikur, imagjino tani çfarë do të jetë, pra çfarë jete do të kesh qofse ti ngulmon me kaq ndjeshmëri të kërkosh Zotin. Pra mos rrini duke kërkuar ke celulari, video, ku ta di unë, apo kanale televizive, po kërkoni Perëndin në lutje. Mos humbisni kohë me gjërat që ju shkatrojnë. Po japim shumë kohë djallit. Okej? Por ja kushtojmë atë kohë gjërave që na çrregullojnë, veç se t'ja kushtojmë kohën atyre gjërave që na rregullojnë. Dhe kjo vjen kur ne njohim Jezusin si Zot. Amen. Ke Gjoni 16, në fakte, unë kam filluar jam fut këj kursi me pastor Arjan Larashi. Arjan Larashi, që Zoti ta bekoj, është një pastor shumë i bekuar, shumë i përullur, një shërbëtor besnik i Zotit, si mund ta quajmë. Edhe në një mënyrë apo një tjetër më shtyn dhe më folën, edhe më thanë që të fuq edhe unë këj kursi. Edhe lutje sipër, i thash okay, do hy. Disa motra më thanë, po ti që po hyn aty, për çfarë do hysh aty, ke ti nevojë? Thash me vete, Zoti i madh, vetëm këtë ma hiq nga jeta ime, që unë të heci përpara me te idenë, sikur di gjithçka dhe nuk kam nevojë për dikë, është gjëja më e tmerrshme për një besimtar, ose për një predikues, ose për një pastor apo këtë diun. Asnjëherë, i kam thënë Zotit, asnjëherë mos më le të eci përpara sikur unë di gjithçka. Kur unë që futa, se kam 5 vite që predikoj këtu, okay, gati, 4 vite gjysë, o bon. Zoti më ka vonë plak kishe të shërben kish. Kam 24 vite që studioj Biblën, e më shumë, madje. Kam qenë 97-ën që kam pranu Krishtin, dikush më thotë, po ti s'ke nevojë tani për Arjan Larash, ti s'ke nevojë për këto kurse, se ti e goxha. I kam thënë Zotit, o Zot, më ndihmo të heci gjithmonë sikur nuk di asgjë. Edhe atë që më ka zbulu Zoti mirë këtë, Zoti më plotsoi, në fakt u futa ke kursi Arjan Larashit, edhe është një kurs që ju sugjeroj të gjithëve, kudo që t'jeni, kushdo që dëgjon këto mesazhet, kushdo që po dëgjon tani, ju sugjeroj që të kontaktoni me atë pastor kaq të bekum dhe futuni në ato kurse, se është një kurs që të ndihmon për një transformim, të kuptojmë pra gjithçka në jetën e krishterë. Nuk është jeta krishtere ashtu siç mund ta imagjinojmë ne. Janë shumë ato që kanë bërë lutje shpëtimi dhe ecin para me të idenë tani. Ka shumë gjëra që na duhet të transformohemi dhe është një kurs që të ndihmon jashtëmase dhe të gjithë po bekojnë dhe unë. Edhe pse unë kam kishën, kam pastor, kam kurse me këtu në Itali me apostujt mëj, po prap sa do prap, pash që kishe diçka akoma për të marrë edhe ty. Edhe mësova, po mësoj edhe unë shumë gjëra. Edhe një nga ato gjëra më thanë është që sipas asaj që bilanci që është bërë, pra, madje edhe shumë krishterë humbin kohën duke parë video skandaloze. Edhe këtë më tha Arjani vetë, edhe thash Zoti i madh, sa ku po shkon krishterimi. Prandaj kemi kujdes, mos humni kohën me gjëra që ju çrregullojnë, që ju shkatërrojnë. Humbi kohën në lutje për gjëra që ju rregullojnë. Po përsëris dhe herë, pra sa është rëndësishme që me Arjan Larashin ju sugjeroj të kontaktoni me atë pastorin, shumë qofse shumë më shkruani dhe mu, dhe të merrni pjesë në këto kurse që janë kaq të vlefshme, kaq të ndërtuese, kaq bekim sa që nuk mund të imagjinoni. Shpresojmë që të bëjmë. Unë kam lexuar një libër të Arjanit, fakt, është ajo pra se kujto titulli tani, për kishte bënte me të thym prangat e komunizmit, diçka pra që ne vim nga një mentalitet, pra nga një botë komplet pra e zhytur në një kulturë, në një sistem komplet jashtë asaj që thot Bibla, edhe ndihmoi shumë edhe i libri, po jam i sigurt, shpresojmë që të gjithë ta lexojnë atë libër,
po ju sugjeroj që të kontaktoni dhe të merrni pjesë, sepse pavarësisht se unë jam vetë plak kishe këtu, predikoj vetë, jam futur atje. Edhe i thash Zotit, Zot, unë sa t'jem në këtë botë, unë do mësoj gjithmonë. Edhe atë që më zbuloi Zoti gjëja e dytë është që mba një laps me gomë mrapa Arian, se mu nga jem duket tani di gjithçka, s'kam nevojë të dëgjoj. Ja, vjen momenti që dhe unë kam nevojë të fshi diçka nga kalura, sepse atë që Zoti na zbulon, Zoti na zbulon gjithmonë gjëra të mira. Në fakt edhe aty me kursin e Arianit po marr edhe gjëra të mira, edhe po mund të themi mësojmë nga njëri tjetri, se edhe Ariani vetë, pëse është pastor, nuk është që asnjë s'din gjithë Biblën, okay? Po kemi eksperjenca ndryshme dhe mësojmë nga njëri tjetri. Edhe Ariani nga ne, edhe ne nga Ariani, kështu që është diçka pra që më të vërtet ja leverdis, por ne duhet të ecim me këtë prirje pra që nuk di gjithçka, edhe që lapsi im duhet të jetë me gomë mbrapa, se i vetmi laps pa gomë është vetëm Jezu Krishti. Ai s'ka nevojë të fshi diçka, se ai thënë që ka thonë është perfekt. Ne jemi perfekt. Okej? Prandaj mos humim gjëra me gjëra që s'ja leverdis, po vazhdoni, hyni me këto kurse, hyni me këto gjëra, se afër është ardhja e Krishtit. E të merrit do ndodhi. Nëse shkojmë bashkë Gjoni 16 nga 8 deri ke 11. Ungjilli i Gjonit 16 nga 8 deri ke 11 lexojmë. Dhe ku të ketë ardhur, ai do të bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. Flet për frymën e shenjtë, pra, ngushtuesin. Për mëkat sepse nuk besojnë në mua. Për drejtësi sepse unë po shkoj tek Ati dhe nuk do të më shihni më. Për gjykim sepse princi i kësaj bote është gjykuar. Na që ka princ ky djalli këtu në tokë. Kur fryma e shenjtë vjen, e bën pjesë e jetës sonë, fillon diçka në ne e nëpërmjet nesh. Për gjykimin e botës i referohet që sjell bindje në ne, na bind neve. Dhe kur ne ecim në shejtrim, njëherë që kjo liri bëhet pjesë e jetës sonë, ne bëhemi një mjet që Perëndia përdor për të dërguar bindje mëkatare, ti çoj pra në bindje mëkatare, të bindem pra që Krishti është Zoti. Pra për të bindur bondër nëpërmjet kujt? Nëpërmjet nesh. Po përpara kemi nevojë ne herë. Pra kur ne hym në një vend, mëkatarët, kur hym në një lokal, kur hym diku ku marrin pjesë ne për shembull, pra mëkatarët e ndjejnë të shejtrinë e ne dhe ndalojnë së bëri gjëra të papëlqyera. Për shembull, unë futa në TikTok, ishte një krishter, ai sa ka ashtu është akoma, nuk ka ndryshuar akoma, po sa u futon, i kishte shkruajt njërin e ty si çaj kishte shkruajt, e kishte shajt, sa deshti me shajt atë, po kur pa mu, ndaloj. Tha Marian, dili çik lutem. Unë se kuptova, unë dola, okay. Kur dola filloi unë të gjosha nga si, po kështu nga poshtë pastaj se nuk ishte. Filloi të e shajt atë, i ka fara pse. Pra, po kjo është sa edhe pse ai për shembull ka atë natyrën e vet, tani është në për të rritje si, për në ndryshime si, për ka nevojë shumë. Po të paktën prania ime e bëri që ta ndaloj atë. E kupton, sepse është gjë e bukur nga janë kur dikush të shikon ty dhe nuk merret me gjëra të korruptura ose të papëlqyera, është një gjë e bukur. Pra fryma e shenjtë na jep këtë të vërtetë dhe na e transmeton kur ne flasim. Pra, në momentin kur fryma e shenjtë zbret mbi ne, ne kuptojmë se kush është fryma e se kush jemi ne. Pra, si kush është Zoti dhe kush jemi ne. Dhe këtë na bën vetëm fryma. Sepse jetojmë dhe ecim në frymë. Dhe kështu dallojmë kush është Zoti e kush jemi ne. Ecim me zotrimet e Krishtit, çdo gjë që i zotron, duke ditur se kush është Krishti dhe kush jemi ne në Krishtin. Dhe kur ndodhemi në mes të mëkatarëve, siç këtë radhë, pra, ne jemi një dritë që shkëlqejmë në errësirë. Okej? Pra me fjalë tjera, fryma e shenjtë kërkon na jap atë që neve na përket si besimtar, edhe autoriteti, edhe famën. Okej? Edhe respektin mbi gjithë. Pra, për të qenë mjet që dërgon dritë në errësirë, dërgon shlirim
te burgosit e tjerë. Kjo është ajo që Zoti do të bëjmë anë të nesh. Të çojmë te dritën e errësirë, të çojmë te burgosi, të çojmë në përvende, siç po bëjnë shumë vëllezër, madje mora vesh te vlla Albani, që është suedi, që e dini, është një vlla aty që bie nuk do të themi emrin, ai shkon në përburgje, i ndihmon edhe kishin godit. Imagjino tani edhe si qa bëhat. Po, mi fjalë, si qa bëjnë të krishterë, shkojnë e futën kudo, dhe kjo është gjë e mirë. Ke letra e Titit, shkojmë pa ke letra e Titit, kapitulli 3, Titi, kapitulli 3, vargu 5, Biblia thot, ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëjmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës shenjtë. Pra, me çfarë na shpëtoi, jo me veprat tona, ne shpëtohemi siç e dimë pra me besim ke Krishti. Pra, por sipas mëshirës së tij me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Pra, gjëja tjetër që fryma kërkon na jap neve si besimtar është larja e rilindjes dhe të përtëritjes. Çdo gjë që Perëndia bën, bëhet e re në ne. Sepse Perëndia është Perëndi i të rejave, jo i të vjetrave. Me fjalë tjera, fryma e shenjtë kërkon na jap një përtëritje, një ndryshim, një transformim në çdo anë të jetës sonë. Një rinovim në çdo anë të jetës tonë. Këto vargje i shikojmë si shkrimet të thjeshta, ama si kemi lexuar, por duhet të dimë që janë të vërteta dhe të fuqishme. Ja pse Perëndia kërkon na përtëri, na rinovoj, na ndryshoj, sepse don që të kemi edhe fuqi në jetën tonë. Pra shumë besimtar ose fetar jetojnë akoma në vajosin e vjetër. Ka dhe besimtarë, jo vetëm fetarët, por edhe shumë besimtarë jetojnë akoma në vajosin e vjetër. Por kjo është një lloj si puna saj makinës që përdor vajt vjetër. Ja pse erdhi dita tani që ta ndryshojmë çik vaj, ndryshoj vajin, emine. Vajti i motorit do ndru, për ndryshe digjet motori. Kështu që edhe ne do të ndrojmë çik vajosin, marrim të vaj të ri, se për ndryshe do digjemi po të rrim në vend, okay? Kështu që po të rrish në vend dhe po të kthehesh mbrapa, do digjesh. Po të hecësh para, do vaj të ri, do vajosje të re, okay? Por shikojmë tu që është fryma e shenjtë ajo që e bën këtë dhe jo ne me sforcat tona. Ke Romakët 8, vargu 2. Romakët 8, vargu 2, çfarë thot Bibla? Si çfarë thot Bibla? Sepse ligji i frymës i jetës në Jezu Krishtin na çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Aleluja. Pra këtu gjithë dim, pra këtë gjithë ne e njohim si ligjin e mëkatit. Por erdhi ora që ta njohim ligjin e jetës në Jezu Krishtin. Fryma e shenjtë kërkon të na jap neve besimtarëve fuqi për të jetuar çfarë të jetojmë? Një jetë të lirë nga dominimi i mëkatit. Fryma e shenjtë kërkon të na japi këtë. Ne e kemi, por jo gjithë, por fat keq e bëjnë. Pra du dim, çfarë na përket ne besimtarëve? Çfarë do fryma e shenjtë bëjë në anë të nesh? Ktu don që ne pra të jemi të lirë. Të na jap neve besimtarëve fuqi për të jetuar një jetë të lirë nga ky dominimi i mëkatit. Po të lexojmë kapitullin, për shembull, kemi dy kapitull të bukur ke Romakët, 1:7 edhe 8, kemi fort dikur. Pra ke letë Romakë, shikojmë një diferencë të madhe midis kapitullit 7 dhe ati 8. Ke kapitulli 7, Pali flet për jetën e vet të vjetër në mish, nuk thot që ti bëjmë ne ato gjëra. Po i bonte ai për mënyrën se si shprehet aty duket sikur shumë besimtar thot, po Pali pas ka bokte, nuk pas me problem, mund ta bëjmë edhe ne. Jo, ai fliste që e bonte, fliste ke kapitulli 7 i Romakëve, flet për jetën e vjetër në mish të Palit, si një farise që jetonte në mish, në fetarizëm, në religion. Në fakt, Romakët 7 lexojmë Pali që thot,
sa i mirë jam unë, thot, ke Romakët 7. Por te kapitulli 8 thot që jam i lirë tani. Pra janë shumë të besimtar ose fetar që jeton akoma te Romakët 7. Edhe pse janë besimtar të Krishtit, por janë akoma te Romakët 7. Janë akoma slав të mishit, slав të mëkatit. Por erdhi momenti që të ndrojmë andresën. Duke kaluar tani nga Romakët 7, boja Romakët 8. Thuj që unë jam ke Romakët 8, se jam ke 7, sepse këtu gjem, pra ke Romakët 8 gjem çlirim dhe të liruar nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Ke Efesianët 3, vargu 16, pipa kuj, ke Efesianët 3:16, Biblia flet, thot që t'ju jap si pas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriu e përbrendshëm. Fryma e shenjtë, çfarë punë bën? Pra fryma e shenjtë këtu kërkon na jap fuqi për t'u forcuar akoma më shumë, vazhdimisht. Dhe jo vetëm fuqi për t'u liruar nga mëkati, o fuqi për të rirë. E jo vetëm fuqi për të qenë drita Perëndis dhe për të njohur zërin e Perëndis, por më shumë sepse kërkon ta jap fuqi për t'u forcuar ku? Në njeriu ton të përbrendshëm. Pra të forcohesh në njeriu e përbrendshëm, do thotë që të na jap forcë për të lutur. Ta jap forcë për të lexuar Biblën. Ta jap forcë për të shkuar në kish. Na jap forcë për të bashkuar në grupe e të lutemi bashkë, të ngulmojmë. Na jap forcë për të shërbyer Perëndis. Dhe këtë jep vetëm fryma e shenjtë. Po këtë e dini që ju përket dhe kjo, po jo? Se ne dum çfarë na përket edhe i kemi mendje vetëm ke denari, vetëm në shtëpi e bukur, e lejmë një anë të e marrim gjërat frymore që na interesojnë, se e kam fjalën për këtë. Okej? Dhe kur pra gjithë këto gjëra pra na jep fryma shenjtë. Dhe kur ndodhesh poshtë, na jep gjithë ne ndodhemi poshtë moralisht, pra fryma na jep forcë që të ngrihemi. A dhe kjo? Po këtë e dini? Kështu që janë shumë gjëra që na përkasin e besimtarëve, po e nuk i dim. Ja, që fryma, edhe pse ti je poshtë, edhe pse ti je rrëzuar, sot shkruajta një postim në Facebook, pra për ato të depresionit apo për çdo lloj problemi, se si Zoti na jep forcë që të ngrihemi edhe nga kjo pikpamje, sepse na jep energji hyjnore ku? Në shpirtin ton, jo në frymën, Fryma është pra në zemër, shpirti është ke mendja, sepse është psiqike. Mos të harrojmë, mos t'i ngatrojmë gjërat, se është një problem shumë i madh, sepse duhet t'i dallojmë gjërat. Okej, kështu që në këtë rast Zoti na ndihmon edhe ke shpirti jon, ne kemi probleme ke shpirti, ke mendja. Aty na godet djalli. Ke mendja jon, ke shpirti jon. Okej, kështu që kjo energji hyjnore vjen në shpirtin ton që ne të besojmë më shumë. Mos të lëkundemi, se armiku pra si thash aty të godet. Dhe kështu çdo pjesë ose çdo qenies son merr jetë kur fryma e shenjtë vjen e na jep forcë. Sepse është fryma jetës. Veti Zoti është jetë. E vetme gjë që mposh këtë energji jete, kush është? Shkurajimi. Kur ti dekurajohesh, mos u dekurajo. Sepse është një problem i madh. Se për ndryshe, mposhtesh ka kjo, por Perëndia nuk na ka praktis. Nuk praktis kur e na inkurajon për të marrë gjithmonë kurajon. Okej, armiku do të shkurajojë. Ai do gjithmonë. Mjafton nga herë vetëm 5 minuta që ne mund të futemi ndoshta edhe tani me këtë TikTokat, se po shikojmë që njerëzit po shpëtohen për pranojnë Krishtin dhe lavdi Zotit, se unë atë kam pasur rry gjithmonë TikTokun. Po ja që shikojmë që Zoti po e përdor varet gjërat si i përdorin në fakt, po nga herë, ja, mu desh 5 minuta për t'i shpjeguar njërit Biblën, atë që e kishte probleme, dhe u shpëtu pranoj Krishtin. Kështu që mjafton nga herë vetëm 5 minuta për të shpëtuar një shpirt. Dhe kjo vjen kur ky largohet kush? Ai person largohet nga ku? Nga gjërat materiale. Ai do të kuptonte, në fakt, donte dinte
Po që thot tu urreb nanën, urreb babën, urreb te, që zoti është ky? I thash jo. I thash ka këtë kuptim tjetër. Që ti tu urresh gjërat që ato na japin, jo ato si person. Tu urresh pasurinë që t'jep baba, ose sigurinë që t'jep nëna, ose dashurinë që t'jep motra, do të mbështetesh vetëm te Zoti, e ka për këtë i thash unë. Edhe e kuptoj që gjërat materiale s'kishin bojë me këtë botë, e kuptoj se sa e rëndësishme është vesh prioritet Zotin edhe për 5 minuta pranoj Krishtin. Pra, sepse u largu nga gjërat materiale për këto 5 minuta që kishte. Kupton nga njerë, shumë njerëz, kur flasin dhe për Zotin, në duke kam mendjen, e kam mendjen gjithmonë ke bigjozi, e kam mendjen ke denari, e kam mendjen ke, edhe pse foli për Zotin, po mendjen e kanë e matan, e këto se pranojnë kur Krishtin asnjëherë. E gjithmonë fakti bën nga e pyetje, ora çfarë mendoni thamë? Kur më thuj tani të vërtet, çfarë po mendon? Pse më thot, më filloi të qesh, po e di, po çfarë mendon? Sepse shikoj që nuk është i koncentruar aty. Po ato që janë koncentruar, nuk e kanë heq për ato minuta që unë i flas për Krishtin, e kanë stakuar çik mendjen nga gjërat e botës, edhe bam, e pranojnë Krishtin. E kupton sa i rrezikshëm është djalli që edhe kur ti flet për Zotin, të bjen direkt atë të pickon pak, që prap thot, Leani po ke goxha aty materiale gjëra, hajde vazhdo punën, le Zotin një. E kupton aty në ato momente shumë njerëz për shembull, edhe ato 5 minuta, 10 minuta nuk stakohen dot nga gjërat e botës. Edhe prandaj nuk pranojnë Krishtin. Ama po të stakohen pak nga gjërat e botës, të koncentrohen vetë aty, po fryma shejt lëviz fuqishëm, me dikujt tjetrit dhe e pranojnë. Prandaj motivi pse njerëzit nuk shpëtohen kur dëgjojnë fjalën e Zotit, ose një dëshmi për të fortë, është sepse nuk mund të largohen nga gjërat materiale. Pra, nga gjërat e botës, as për këto kohë të shkurtër 5 minuta, pra, apo 10 minuta kur dëgjojnë të kë, duke dëshmuar, ose kur ungjillizojnë, ose kur predikojnë. Është gjë, e shikon çfarë bën. Unë kam pas vetë të gjëra këto probleme, edhe lavdi Zotit tani e kam fituar, e kam poshtë luftën e mirë, pra sa pastaj përket lufta mirë, pra është kjo gjë që ne të vëmë plan parë Zotin në gjithçka. Po e arritëm të japim kohën, po e arritëm të vëmë çdo gjë, do thotë që ti ke fituar luftën e mirë. Kjo është një luftë e mirë, pra që ta na çon tek Zoti totalisht, do të heqim, të stakojmë trunin nga gjithçka që kemi e që na ndikon në këtë botë. Në fakt, i kam bërë re gjithmonë njerëzve që një dytë du ndryshojnë, përsa ku flasin për Zotin, du ndryshojnë, dalin aty ku djalli ja çon mendjen edhe thash, këto është kot të lodhësh me këto për punën e Zotit, se këto as nuk e kanë mend fare, se e kanë mendjen në tjetër. Sa vjen të prish punën. Këto njerëz që hyn si gjasëm flasin për Zotin, po du të prishin edhe në punë. Sepse nuk do t'ja din. Ama ai njeri që stakohet nga gjërat edhe me të vërtet fokusohet tek Zoti, do ta dish se fryma e shenjtë me të vërtet e bindet edhe e merr dhe e fiton. Edhe ngaherë na mjafton edhe kaq. Nëse kam edhe 2 vargje tjera, shkojmë ke Romakët 8 vargu 14. Romakët kapitulli 8. Vargu 14, Biblia thot, sepse të gjithë ata që udhhiqen nga fryma e Perëndis janë bi të Perëndis. Jo të gjithë ato që bëjnë ati, biri dhe fryma shenjtë, apo shpirti i shenjtë, si e përdorin ato, nëse puna tyre. Jo të gjithë ato që e njohin frymën e shenjtë. Jo të gjithë ato që e besojnë frymën e shenjtë. Jo të gjithë ato që e kanë frymën e shenjtë. Po këtu thot, të gjithë ata që udhhiqen. Pra, të gjithë ata që e lejojnë frymën e shenjtë të udhëheq jetën e tyre, tu lexojmë që Perëndia, pra, kërkon të na jap fuqi vet ai për çfarë? Që ne të udhhiqemi nga fryma e shenjtë. Sa është e vetmja mënyrë që ne edhe si përfundim të konsiderohemi bijtë e Perëndisë, se vetëm kështu mund të marri, siç e dim, edhe zgjidhje të duhura ose pate mund të gabojnë. Pra, gjithë ata që e njohin Perëndin janë edhe të udhëhequr nga Perëndia.
Të gjitha që e kanë frymën e shenjtë, që e duan Zotin, që janë përkushtuar Zotin, e lejojnë frymën e shenjtë që t'i udhëheqë. Të përndryshe, ti mu të thuj sa dush që mu besoj, po si përfundim nuk mjafton. Duhet të udhëhiqesh nga fryma e shenjtë dhe pastaj din si ç'a bën në gjithçka. Edhe kushdo që udhëhiqet thotë tu, ai është biri i Perëndisë. Jo ai që ka bërë lutjen e shpëtimit, jo ai që është ungjillor apo katolik apo ortodoks, jo ai që ka shku në kish, po gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e shenjtë. Okej, mund të lexosh Biblën, mund të lutesh me të mënyrën tënde, mund të shkosh kishta për formalitet. Po udhëhiqesh nga fryma e shenjtë, jo, atëherë kemi probleme të mëdha. Pra në fakt gjithë ne duam që të marrim fuqi nga lart. Për çfarë? Për çdo gjë, për të marrë një vendim, për të pasur një zgjidhje të saktë. Dhe kjo sepse na përket tashmë neve kjo fuqi. Pra, shikojmë sa gjëra frymore neve besimtarëve na përkasin, por neve na ka zënë gjumi në shumë aspekte, në shumë gjëra. Pra, duhet të shkundemi të dim se ne si besimtar kemi këtë privilegj në dispozicion shumë gjëra që na përkasin, që Zoti don, të na i bini jetën tonë, të lëvizim anë të nesh, por neve nuk arrim dot t'i kuptojmë këto gjëra. Ja, shikojmë sa gjëra kemi ne në dispozicion, e gjithë na përkasin neve. Pra, gjithë ne duam fuqi nga lart për pas të zgjedhje, sepse na përket tashmë neve kjo fuqi dhe lavdi Zotit që e kemi. Pra, është një pjesë e trashëgimisë si besimtar të Krishtit që ne jemi. Edhe lavdi Perëndis. Po marrë dhe një varg të fundit, Galatas 4, vargu 6. Galatasve, kapitulli 4, vargu 6, thot, dhe duke qenë se jemi bij, pra pam ke romakët që gjithë ato që udhëhiqen nga fryma e shenjtë, janë bij të Perëndis. Dhe tani, dhe duke qenë se jemi tashmë bij, pra, okay? Pse? Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tuaja që thret Aba o Atë. Pra, nuk është që jemi bërë bij ne sepse ne bëm diçka. Perëndia thot në besim, besimi është ana jon, ne besojmë, por këtu Perëndia thot dërgoi frymën e birit të tij. Kjo është e bukur. Se kemi edhe këtë problem me disa ortodoksë dhe katolikë, dhe thot, kush e ka pru frymën e shenjtë tokë? Çfarë thonë, jo ka pru Ati, jo ti je biri. Mirë, po e bukur është se po të lexosh Biblën, edhe kjo është që më habit se po jeshtë i edhe sikur herë ta lexosh Biblën, pak për vjetën e re, e kupton që premtimi i ardhes frymës shenjtë është i Atit. Po problemi është se Ati nuk mund ta binte pa birin. Se ne kishim nevojë që tu falshim nga mëkati, tu lashim përpara nga mëkati, nuk mund binte fryma shenjtë nga një mëkatar, banonte brenda në zemrën e një mëkatari. Okej, është gjë tjetër ku vinte dhjetën e vjetër për një puna, për një shërbesa, mbi një profet, për ishte pra për një kohë, ja binte mbi atë person. Po tani ne jemi brenda, nuk është që jemi vetëm mbi vete, por kemi edhe brenda që të banoj brenda nesh. Dhe kështu që Ati premtoi që do t'i çojë frymën e vet. Po problemi është se pa birin nuk mund të binte. Dhe prandaj thot Jezusi që është më mirë për unë që t'iki, se po nuk ika unë, nuk vekë ju ngushtuesi, po ika, thot ke Gjoni 16, unë thot do t'i bi. Ju po këtu lexojmë që Perëndia që dërgoi frymën e birit të tij. Pra do të thot që si Perëndia edhe biri, të dy janë bashkëvepruese sipër për të na dërguar frymën e vet. Kështu që nuk është vetëm Ati, nuk është vetëm biri, po janë të dy. Edhe kështu që lexojmë këtu pra që ai dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tona, thot që thret Aba o Atë. Kështu që ne nuk mund ta thrasim dot nga vetja Aba o Atë, po mos tjetë për frymën e shenjtë. Pra, ç'a kërkon fryma e shenjtë? Fryma e shenjtë kërkon na jap tani fuqi për çfarë? Që të jetojmë gjithmonë si bijtë e Perëndisë. Jo thjesht tani të udhëhiqesh vetëm në disa vendime, në disa zgjidhje, në disa shërbesa, po këtu thot, fryma kërkon na japi fuqi që ne të jetojmë gjithmonë si bijtë e Perëndisë. Po pret nga ne që ne të kemi besim si një fëmijë i vogël. Don të lloj besimi.
pak të lloj besimi, si fëmijë i vogël, okay, që është një frut i frymës shenjtë, pra, që ne të bëjmë jetë besimtare duke besuar në gjithçka që Zoti na ka premtuar. Jo të dyshojmë. Ky është një frut besimi. Pra që ne e bëjmë të përditshme. Besojmë gjithmonë. Nuk na intereson sa vite kanë kalu, sa gjëra kanë shku. Jo, ne ecim me këtë frut besimi. Edhe ky frut besimi do të jetë si një fëmijë i vogël. Besoj ashtu siç i beson fëmia i vogël babës vet. Edhe ne ta besojmë më mjaft se fëmijët e vegjël për çfarë do gjë mbështeten tek prindërit e tyre toksor, për të pasur ose për të ndrequr diçka që është prishur në karroca, në kukulla ku të diun. Por edhe ne si besimtarë, edhe ne do të jemi të tillë dhe të mbështetemi si këto fëmijë të vegjël tek ati jon hyjnor për të ndrequr edhe ne jetën tonë të shkatruar nga problemet, nga mëkati e nga çdo gjë. Amen. Kështu që prandaj do dim pra, si besimtar, atë që neve na përket. Nëse këto gjëra nuk i keni, do thotë që po ka diçka që ke ju që nuk po shkon, sepse këto janë gjëra që na përkasin. Këto janë gjëra, këto janë pjesë e jetës së një besimtari dhe Zoti i ka në dispozicion të çdo besimtari. Edhe lavdi Zotit që nuk jemi vetëm. Ja pse tani ne si besimtar, se folën dje ke xumi vepra jo veprat, veprat jo veprat. Kemi këtë problem me vepra. Akoma s'po kuptojmë pra se sa rëndësishme janë veprat. Ne nuk shpëtohemi me anë të veprave, ne dim. Po veprat janë ato që demonstrojnë që ne jemi të shpëtuar. Pra do të thotë që nëse nuk vijnë të vepra, nëse ky fruti jot nuk vjen, nëse ti nuk i bindesh fjalës së Zotit, do të thotë që ti nuk je i shpëtuar. Ti mund të thush sa dush që je i shpëtuar. Fakti, realiteti thotë që ti nuk je i shpëtuar. Pra varet si e marrin të shpëtimin. Shpëtohem unë, jam shpëtuar, kam besu, po vazhdoj një jetë në kokën tim. Atëherë se ke besu me zemrën. Atëherë ka të bëjë dhe ky lloj besimi. Si ku të diëm, po besimi manifestohet. Okay? Sepse demonstrohet. Besimi demonstrohet me vepra. Kështu që prandaj kur ne kemi këtë fuqinë tani të frymës shenjtë, që kemi në dispozicion gjithë të gjëra që i përkasin besimtarëve, është fryma e shenjtë ajo vetë që futet në lëvizje, po ti mos fle gjumë. Mos si thot ke fjalë të urta. Që ka një luan aty jashtë. Po, shkoj në tjetër, më duhet mu për ja fus gjumën tonë. Kur Zoti thotë ti, shko ti, jo. Po ti e di që po i the jo Zotit. Ai ta heq vajosën ty shka jep një tjetri. E bën punën me tjetër, mos kujto se Zoti nuk gjen njeriu për ta bërë punën. Po keni kujdes në këtë rast, sepse siç fola rradhën që kaloi, thirrja, sa rëndësishme është pra që të zbulojmë thirrjen tonë. Po folë rast tjetër, edhe të rrinë, të qëndrojnë në thirrjen tonë, dhe kur Zoti thotë që ti do ta bësh, shko ta bësh atë thirrje, ta përmbushësh atë thirrje. Mos fle gjumi, sepse këto janë gjëra që ne gjithë që fola sot na përkasin ne si besimtar dhe i kemi në dispozicion dhe asnjëri mos thotë që jo pa ne, jo po ne. Gjithë i kemi si besimtar. Edhe lavdi Zotit, nuk jemi vetëm. Zoti na jep fuqi pra që të jetojmë për Zotin. Okej, po jo të gjithë jetojnë, e di, kjo bota na tërheq, kemi kujdes. Po nëse ne bëjmë kujdes me të vërtet, nga këto video skandaloze, nga këto forafit, nga këto gjëra që e kemi tani ke gishti, nuk e kemi më ke telekomanda. Pra kemi edhe ku jemi ke gishti në kuptimin e ke ku jenë autobus, e ke ku jenë makine, e ku këtu hik, e ke kudo, po ke kujdes. Tani është bë akoma më të mërshme jeta për një krishter. Dikur ishte pulti televizorit, tani është bërë dhe gishti ke telefoni. Varet çfarë video ti shikon. A fshet në video në predikim në një që plot për Zotin, apo flet në një skandaloze që ti ndor. Prandaj Zoti ti ka dhënë gjitha, i ke në dispozicion, po ti bën zgjidhjen e duhur. Zoti të bind mos e bën, herë ne marrim me kokën tonë, se s'ka gjë herë. Se edhe herë, edhe vjen djalli të lidh, edhe hajt pastaj ti të çlirohesh, edhe pastaj ku e dim fundin si shkon. Prandaj duhet kemi kujdes në këto gjëra. Okej, Zoti t'u bekoj. Shikojmë tani javës tjetër për çfarë do flasim. Diçka do flasim, do jem. Unë ju falenderoj si gjithmonë edhe për këtë ditë,
për çdo mbështetje, koment, mesazh, lutje. Zoti ju bekofsh edhe shifmi radhës tjetër. Mirupafshim dhe bekime.